Tash le të flasim pak për konfliktin. Te njerëzit me atashim shmangës, konflikti mund të shfaqet në dy forma kryesore, ose si shpërthim zemrimi, ose si tërheqje, mbyllje e plot në vetvete. Nganjëherë acarohen shumë dhe mund të jetë tepër irrituese të debatosh me ta sepse shpikin lloj-lloj arsyesh për debat që në fakt asnjëra prej tyre nuk është arsyeja e vërtetë e debatit. Të marrim një shembull rastin kur duhet të zhvendosemi për të jetuar në një qytet tjetër. Ti mund t'i thuash që nuk po të kuptoj pse nuk gjetet diçka tjetër më afër në zonën ku jetojmë aktualisht. Ka plot punë në Tiranë, ose nëse jetoni në një qytet tjetër ka plot punë në Düsseldorf. Pse pikërisht në San Francisco? Nuk e kuptoj. Çfarë kërkove deri atje? Ata do t'japin një përgjigje, pastaj përdorin sulmin si strategjinë më të mirë për të mbrojtur. Sepse ti nuk po më mbështet në karrierën time, ky është një moment i rëndësishëm për mua, është një mundësi fantastike, do doja të të kisha për krah, jo kundër meje. Kështu që konflikti pra me ta shpeshherë krijon një konfuzion të madh dhe mund të përshkallëzohet deri në shpërthime zemrade, sepse s'janë të zotët që ti përpunojnë mirë emocionet e tyre. Ose mund të ndodhë e kundërta. Ata thjesht tërhiqen, të kthejnë shpinën. Si shpjegohet pra kjo që tërhiqen, kthejnë shpinën në vend që të mbrojnë dhe të përparojnë, të luftojnë për argumentin e tyre? Kujtohu se konflikti ndonjëherë është shprehje e afërsisë në një lidhje. Ndaj ata ftohen, zhduken nga komunikimi, i ngrijnë emocionet, kthehen mbrapsht në atë guaskën e tyre. Krijojnë distancë fizike, pra mund të shkojnë në banesën e prindërve të tyre, ose të largohen diku tjetër, të ndonjë mik, të rrinë jashtë deri vonë apo çfarëdo tjetër. Kështu pra, ose shpërthejnë, ose tërhiqen krejtësisht. Dhe ajo që e bën konfliktin tejet sfilites me këta njerëz, është se në thelb ata nuk i shqetëson ideja e konfliktit në vetvete, por e shmangin konfliktin duke e zhvendosur atë brenda tyre. Nga diçka mes meje dhe teje, e kthejnë në diçka mes meje dhe meje. Ata mendojnë me vete, nuk është faja saj që gjërat kanë shkuar deri në këtë pikë në lidhjen time. Është fajim që i kam hapur kaq shumë rrugë, që e kam afruar kaq shumë te unë. Problemi tjetër është se ata nuk janë të zotët të shprehin mirë emocionet e tyre apo jo. Për shembull, një shmangës mund thotë që do të aplikoj për një projekt në San Francisco, ndërkohë që arsyeja e vërtetë mund të jetë afria e tepërt. Asa i vetë nuk është i ndërgjegjshëm se po e bën për shkak të kësaj arsyeje, këtë veprimin për të aplikuar në San Francisco. Prandaj, nuk mundet as të shprehet në një mënyrë të shëndetshme që të thoj, shiko si është puna, lidhja jonë po bëhet e afërt dhe kam frikë se ajo që mund të ndodhë është se gjërat mund të mos shkojnë dhe aq mirë. Friksohem se po të zgjedh një punë të bazuar mbi ty dhe pastaj marrëdhënia jonë të mos funksionojë siç kam unë pritshmëritë, do t'i humbas të dyja, edhe lidhjen, edhe mundësinë personale, profesionale. Ky person e ndjen këtë gjë pra, por nuk di se si ta artikuloj me fjalë. Si rrjedhoj partneri tjetër në marrëdhënie, nuk gjen dot një zgjidhje sepse s'dihet cili ishte problemi i vërtet. Ata nuk e shkriftojnë pra dot nëpërmjet fjalëve gjendjen e tyre emocionale. Rikujtova ato çfarë tham më herët se kemi të bëjmë me pikpamje shkëmbore, bardh ose zi. Kjo është e drejta, kjo është e gabuara. Ndjenjat nuk i fusim në lojë, kujt i plasi për ndjenjat, mundësia është mundësi, duhet ta shfrytëzojmë, s'duhet t'i hyjmë muhabetit e emocioneve. Dhe pse ndodh kjo? Po t'i kthehemi teorisë bazë të atashimit, si mësojmë ne për emocionet. Ne mësojmë për jetimin emocional përmes sinkronizimit, imitimit, mirroring. Nëse kur isha fëmijë dhe ndihesha i trishtuar dhe prindi vinte e më thoshte që më duket sikur je i trishtuar djalosh, duke më dhënë ndjeshmëri, unë mësoja çfarë është trishtimi, si ndihem kur jam i trishtuar, si reagon bota ndaj meje kur jam i trishtuar. Për shembull, kur prindi të përqafon edhe thotë, "O mbreti im, hajde te unë", dhe e ndryshon tonin e zërit duke bërë më të butë, më të ëmbël, fëmia kupton se po bashkëndan një emocion me dikë. Nuk ndihet vetëm pra. Tek njerëzit me lidhje shmangëse, me atashim shmangës, kjo nuk ka ndodhur. Në fakt ata bëhen ekspert të qëndrimit vetëm. Vetmia është shumë e shenjtë për ta. Kur kanë qenë në fëmijërinë e tyre si të vegjël duke qarë me lot, prindi mbase në punët e tij e sipër i ka thënë, "Qetësohu, asgjë nuk ke, mos u qurravit kot." As prekje pra, as fjalë ngushëlluese, as sinkronizim emocional. Në vend të ngrohtësisë, fëmia shikon prindin e ftohtë që i thot, "Mos u tremb, nuk ka asgjë, ka përceje", pa asnjë lloj pjesëmarrje emocionale në jetën në botën e fëmijës.
Kështu fëmia mbetet i ndrydhur, bëhet gur, i traumatizuar. Në këtë mënyrë pra fëmia s'di ta emërojë gjendjen e tij. Dhe në jetën si i rritur pastaj, nuk e dëshifron dot gjendjen e tij emocionale. Si rrjedhoj, nuk mundet as ta shpjegojë atë tek partneri me të cilin është në lidhje. E pastaj, nga ana tjetër ti si partner e ndjen pra se ka diçka në lidhjen tuaj që po ju pengon, që nuk ecim dot përpara. Kështu pastaj shfaqen ato bashkëjetesat apo lidhjet afatgjata që nuk çojnë asgjë kundi, të tipit prej 14 vitesh jemi bashk, po pa pikë përparimit mëtejshëm, jemi pak a shumë si dy shok dhome që kryejmë edhe marrëdhënie. Kjo pra ishte dinamika në konflikt me tipat shmangës. Tani është koha të kalojmë te sjellja e tyre në dashuri.